Përshëndetje shikues të nderuar të Gazetës Nacionale. Sot në intervistën e javës me mua Olber Ramadanin dhe kolegun Xhezair Dashin e kemi deputetin e BDK-s, i cili nuk mund ta vështrojë pozitën e tij për shkak të bllokadës në kuvend, përparim Gruda. Përparim, mirë se vjen në intervistën. Mirë se gjej Olber, faleminderit shumë për ftesën. Ata, zoti Gruda, për nismën i pare, na sot jemi 20 ditë jashtë kalendarit kushtetues, që kuvendi i Kosovës nuk është e miru. Zoti Kurti kërkoi kohë që juridikisht ai smuret me kërku. Megjithatë se ç'a është herët e ç'a është vonë, po është në domenin e gjykimit të tij personal e jo të kushtetutës, akt gjykimit ose rregullues kuvendit. Tash ti si deputet, po edhe si shkollar i kushtetutës, qyshe ripajton veten ose a mundesh me ripajtu veten me gjendje, themi, ekstrakushtetuese, antikushtetuese, pakkushtetuese, qyshe e lexon këtë gjendje edhe çka ka në dorë PDK-ja përveç disa paraqitje herët në mëngjes para ndërtesës qeverisë, të cilat jo vetëm që duket që nuk po e bezdisin zotin Kurti, po edhe te publiku nuk e kem pas që i kanë depërtuar diçka shumë. Unë pajtohem që kjo situatë e vështirë shumë, edhe është një diçka që se kena mendu kërkush, deri sot kemi pas interpretime alternative të pushtetit, sikur vitin e kaluar, jo kushtetuta thotë kështu, na kemi thonë thotë kështu. Edhe ka shku rastin gjykatë dhe gjërat janë qartësu. Tash nuk kemi më në situatë. Tash kemi një rast ku ka akt gjykim gjykatës kushtetuese, edhe këta prap nuk e respektojnë. Kjo është një situatë e re, kjo është komplet jashtë rendit kushtetues, sepse kur e shkel kushtetutën shkon gjykatë riparohet, ajo është pjesë e sistemit. Tash për sa i përket sjelljes tonë, unë po e marr një shembull kur ndërtohet një qytet, infrastruktura e tij, edhe ka një lum mes, ndërtohet është shtrati i lumit, e infrastruktura është e përshtatshme për çat sasi të ujit që është mendu shtrati. Kur lumi del jashtë shtratit, komplet infrastruktura e menduar për me funksionu në qytet bjen. Tash na jemi në çat situatë që pushteti ka dalë jashtë binarëve kushtetues, edhe tash krejt infrastruktura shtetërore, politike, shoqënore, është tashmë e përmbysur, thonë një figurative, edhe duhet me ridefinu, rekonstruktu. Na jemi në qatë rekonstruktim. Mirë, po zoti Gruda veç një diçka. Ju thatë se nuk kemi një interpretim alternativ. Do shta zyrtarisht nuk e kemi një interpretim alternativ për i pushtetit, mirë po ditën kur i hapi dyrët e kuvendit vetëvendosja për mërgjimtarët e kështu, në atë xhurulltinë e madhe që ndodhi, Donika Gërvalla goti e pashqetësume, ministre e drejtësisë, në detyrë nëse mund ta quaj, pas se në leximin e saj dhe të partisë pushtet i kanë edhe 30 ditë ekstra për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ne e dimë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese e bardha, e zeza të bardhë që thotë që 30 ditë që nga dita e certifikimit të KQZ-s. Mirë po, nëse kështu e lexon pushteti dhe nesër zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, cili ka me qenë reagimi PDK-s, a sheket situatë jashtë kushtetuese, çka bën nëse është jashtë kushtetuese dhe hipotetikisht, vetëvendosja lexon kështu e zgjedhni kryetar të kuvendit. Ku jemi? A jemi brenda nizat? Gjykata kushtetuese ka përcaktuar në gjykimin e vitit kaluar që kuvendi duhet të konstruohet qoftë edhe mas afatit. Sepse ka thonë nuk ka asnjë normë kushtetuese që parashikon shpërndarjen e kuvendit për mos konstituim në afat. Deri këtu okay. Prandaj ne po insistojmë po them thërne. Sepse nëse ndodh ndërprejmë një shkelje, interpretimi që i bën vetëvendosja që tash është i ri se njerëz se kanë bën, nuk e di a kanë të sigurt, nuk besoj që kanë me majt as këto, që sikur gjëja 30 ditë që fillon prej kur u thirr seanca, është absurd në çdo kuptim. E para sepse gjykimi i gjykatës e thot sakt, paragrafi 140 i akt gjykimit thot brenda 30 ditë jo vetëm duhet fillohet, po duhet përmbyllet thot konstituimi. Saktësisht, domosdoshmë sa rëm, dhe është tjetra që atëre afatet kushtetuese nuk o kanë kushtetut, po ko kanë pasojë e vullnetit politik. Pra nëse u do presidentja kishte vendosur me thirr me 20 korrik mbledhen, pe 20 korrikut kishte rrjedh afati. Pra afatet pi prodhoi kanë organet politike, s'është e vërtet. Një edhe e dyta, ky bishnimi që i bëhet normave kushtetuese, mundet më bëj çdo normë. Edhe njerëz po thonë nuk ka sankcion. Që unë po i marr dy raste për shembull. Kushtetuta gjermane parashikon thotë Bundestagu gjerman mlidhet 30 ditë mas zgjedhjeve. Pik. Si te neo 30 ditë. Po nuk thotë çka nëse nuk ndodh. Kushtetuta italiane thotë Senati italian mlidhet 20 ditë mas zgjedhjeve. Thotë çka ndodh nëse s'mos, do të më bëj, ajo s'po do të më bëj. Kushtetuta franceze thotë
që mlidhet tajtën e dytë mas zgjedhjeve Asambleja Kombëtare Franceze, që Parlamenti francez. Pra, çdo kushtetutë është e formuluar kështu, nuk ka defekt kushtetuta. Bile kjo jonja është identike me ligjin themelor gjerman. Prandaj s'ka kuptim të kërkosh sankcion mas do norme se i vjen i mor krejt nenet, mas pikës mi vazhdu dhe një fjalim e thonë se ndodh kjo, bot kjo. Do të ishte një absurd vetë. Okej, do më thonë, qëto vonesa që janë deliberim elektoral, ose janë kalendarizim zgjedhor që Zoti Kurti po e bën vazhdimisht tash 2 vjet, 30 ditë plus 30 ditë, mas në 60 ditë që i procedura për president, mas në 45 ditë që, a ka me godit ai në shajën e 27 vjeturit, nëse gaboj që është dilja e fundit, a ka me godit që të shaj prap në kuptimin zgjedhor të fjalës, edhe a është e kalueshme që për PDK-n. A ka me leju, për shembull, PDK-ja me lundrun që të ujnat kalendarik të Zotit Kurti çfarë po bën për maksimizim elektoral edhe në fundit ai nuk pe materializon prap rezultatin zgjedhor. Unë mendoj që Kosova s'ka nevojë një por zgjedhje të reja, opozita gjithmonë kërkon zgjedhje, po tashmë që kemi kaluar në absurditet, unë mendoj që nuk ka korrekte me lyp zgjedhje të reja, me torturu edhe njerëzit në institucionet e kështu me radhë. Kurti nuk mundet me akordu datën e zgjedhjeve vetë çu çdo naj. Do ka pas një tolerancë herën e kaluar me caktu zgjedhjet që ka ndasht me Vjosa Osmanin, kësaj here nuk do të jetë ashtu. Pse nuk do të jetë ashtu? Ai mundet se ka prapë kushtuesin e detyrës presidentit. Na nuk e përjashtojmë kur po thojmë asnjë metodë, bash asnjë metodë. Çfarë nuk kupton? Ne sot po protestojmë në mënyrë pacore para kuventit. Unë thash para qeverisë, thash para qeverisë. Një ditë ai shesh ka më mush me qytetarë. Plot njerëz që na thonë. Po duhem me dhënë një shans dialogut normal, shumë e thonë. Se dialog është edhe ajo, për testa dialogu, një farë lloj komunikimi. Edhe shoqënia më e po ku është. Na jemi më ngosht, ta dini jemi më ngosht, shumica e njerëzve janë pushim. A ka një kufi kohor kur çka mundet me ndodh, për shembull, për me ndodh një protestë ndaj çto ne kalendarizimit. Shtatori është kufini, nuk shkojmë për të shtator. Sepse dorën zemrën Zoti Kurti kur ka qenë në opozitë me më pak numra se qeni jo sot, si më thonë e ka imponu një farë të vërtetën, thojë të vetën, ndërkohë që PDK-ja tashmë nuk qëndron keq me numra në zgjedhje dhe në kuvend, megjithatë me korektësi politike, domethënë. Aktën është përshtypja ime edhe e njerëzve me cilët komunikoj që PDK-ja e mbon pakfundësisht një farë korektësie kështu politike ndaj pushtetit. Unë mendoj kur është dita kur përfundon PDK-ja thotë PDK-ja kur ka qenë pushtet, veç edhe këto, asnjëherë nuk ka dol kaq jashtë kushtetutës, kaq jashtë çdo ligji dhe ndërkohë është përballë me agresivisht me opozitë nga vetëvendosja. Ndërkohë Kurti edhe kur po është në pushtet, po është ofanziv. Dhe këto a mboni ju përgjithësi pse po lejnë të ofanziv në pushtet? Po, por unë më me thonë një diçka arbër. Duke qenë në PDK për gati kalova 4 vjet, fakt. Që PDK-ja për shkak të historisë saj politike dhe kontributit që kanë pas njerëz të saj në luftën në pavarësi kështu me radhë, e ka një farë ndërgjegje shtetërore, një rezon shtetëror. Edhe në vendimet e veta kur i bën, gjithmonë e ka një farë peshë të ndërgjegjes edhe përgjegjësisë ndaj shtetit. Që është bara, si më thonë edhe në raporte private, ftyra që thonë ana populli, të mon ta krijoni ngarkesë. Këtu ne ardheshim me pas ftyri botana, po du me thonë që duke pas që të ngarkesë për ndërgjegje ndaj shtetit, PDK-ja ndonjëherë nalet për mos mi bë disa gjëra. Vjen edhe me përgjithësi. Vjen me përgjithësi, po shkurt. Deputet PDK-s që janë ende deputet PDK-s, edhe kontribues PDK-s, për shembull janë nënshkrues të pavarësisë Kosovës. Tash si bëhet që do të llohet kështu stota që vjet dikush, që vin disa njerëz tjerë që nuk janë as nënshkrues pavarësisë, as kontribues, dhe vinë në një moment ku ta përmbysin rendin kushtetues që ka bëru prej deklaratës pavarësisë, edhe ti si nënshkrues i pavarësisë, si kontribues, je i mbështetur për muri, ndaj kujt? Ky nuk ka fenomen që na ka ndodhur veç neve, ka ndodhur shoqënive më të zhvilluara. Ju e keni lexuar Sfajkun, për shembull, te Joseph Fouché, për shkruan ato që ndodhin, ka ndodhur në Francë, ka ndodhur në tjera. Nuk është diçka fenomen që na ka ndodhur veç neve, por ne jemi tashti të përballur me këtë situatë, me këtë realitet të një regjimi popullist. Ky është një regjim autoritar që ka përmbys rendin kushtetues edhe që ka vendosur rendin e vet. Na tashti jemi në rendin e vetëvendosjes, jo rendin e kushtetutës, edhe kushtetuta është si statuti i VV-s. Interpretojnë çu dojnë ata dhe formulojnë çu dojnë ata. Tash unë pajtohem që përballë kësaj situate absurde, ne jemi ndodhur pak në befasi,
edhe tash jemi të e definu rrugën tonë, të e ridefinu në fakt vetveten që shmo si përboj kësaj situate. Mendoj që aktivitetet tona për këtë 2 javë kanë tregu që na do ta gjejmë një shteg me dalë për të kësaj. Albin Kurti sot nuk gëzon me armën kuvend. Ta dini. Nuk po guxon me armën kuvend. Ka orë 3 herë. Nuk është se s'po vjen se s'unë themelon. Pse ka orë 3 herë ai ka propozuar dhe ka shku. Prej momentit që ju kanë hedhë vezë dhe ka kuptu që do të ketë aksion kundër ti, ai nuk guxon me orë sot kuvend. Nuk guxon. Po mos i keni bërë favor ju zoti Gruda se ai ashtu kështu s'ka dashur me armën kuvend, ka dashur me deliberu çështë me ku. Domethënë na do të me shku në kuvend, edhe ai po friksohet me ardh, sigurisht po friksohet me ardh sepse tashmë ka një vendosmëri të krejt forca politike, që hajgare me Kosovë nuk e kemi në mend me lanë. Po ndërkohë po ushtron postin e kryeministit në detyrë, ndonse ka një akt gjykim të gjykatës supreme. Na sot dërzum kallëzim penal për ato, edhe ajo është vepër penale sepse ka akt gjykim të gjykatës supreme që janë dalën. Prokuroria e Shtetit e ka radhën. Ana mund ta lujmë edhe rolin e prokurorisë. Pra thoni se është edhe për e tjera. Është edhe sigurisht është për prokurorinë. Vendimet gjyqësore kujdeset prokuroria kur nuk zbatohen. Edhe na e bënëm ato, do të bëjmë edhe veprime tjera ligjore ditë vendim, edhe veprime politike, edhe do ta gjejmë një shteg me dalë prej kësaj situatë. Po kallëzime penale pa të bëu edhe LDK-ja dorën zamër. Vitin e kaluar pa të ndërzu 1-2 deputetët tonë, prokuroria nuk është i ka ndërmarrë, e ka pas vendimin e Supremës, që ja kthen e Kur'an Muratit një udhëzim administrativ, nuk kem pa që prokuroria ka vepruar në drejtë. Pse mendoni që ky kallëzim penal tash komentojë rrugë institucionale? Nuk e di nëse ka qenë para vendimit supreme sa. Po mas ne kanë shkuar kanë bashkangjit, domethënë pas. Po. Vendimi supremës është i qartë. Domethënë sidomos për Kur'an Muratin, ta s'ka drejtë të shfall një udhëzim administrativ po shoh një regjistruar si deputet, po. Absolutisht. Ndërkohë të shumë njerëz lexohet kjo që nuk po gëzoj edhe me i thonë kjo pasivitet i partive opozitore, se megjithatë kemi disa aksione, patëm aksionin kuvend, kemi aksionet PDK-s çdo 2 ditë në kuvend, çdo ditë para qeverisë e kështu me radhë, pra nuk po them pasiv, po ndoshta mungesa e aktivitetit përballë kësaj meriton situata, të shumë njerëz po lexohet se është çështja edhe e 16 shtatorit. Sigur PDK-ja po pret me po çka po ndodh me ish liderët e saj dhe me ish liderët e Kosovës për ta ridefinuar siç ata ju veten. Atë çndron kjo edhe njerë veç atë çndron kjo pastaj dol te një pikë. Shikoj, esenca është kjo, na po vazhdojmë aktivitetin tonë politik si çdo kush, si në çdo situatë tjetër. Na kemi një kryetar, kemi një parti. Sigurisht 16 shtatori është moment historik për neve edhe për Kosovën, veçanërisht për Kosovën, po edhe për PDK-n. Ne kemi disa aktivitete që bëjmë për 16 shtatorin, kemi mbështet marshin për 12 shtatorin, kemi thirrë njerëz tonë me orë, kemi dalë, kemi marrë takime me struktura tona në gjitha qytetet e Kosovës pothuajse. Edhe sigurisht është një moment i rëndësishëm dhe ne nuk i ikim asaj. Sepse është edhe një moment i rëndësishëm për Kosovën. Edhe muna me fol për efektin mbi Kosovën të atij vendimi. E vërtet, kjo pastaj apo lexohet pak për mendimin tem që njëjtit njerëz, mund që janë mbështetës të PDK-s, janë edhe, si më thonë, shumë të koncentruar te data 16 shtator. Apo llogarit PDK-ja që nuk mundet me mojt kondicionin e njerëzve për me i dalë në protesta kësaj qeverie për të shkelet që po i bën, njëkohësisht edhe për 16 shtatorin. Pra po e pret me kalu kjo situatë. Jo, pastaj ne që ka shumë njerëz që duhen marrë me protestu. Shumë, ka akumulim të madh të pakënaqësisë popullore kudo që shkojmë. Do të ishte një shpërthim i njerëzve, një lum i njerëzve që kishin marrë shesh në momentin që i thirrim. Po ne besojmë që në këtë situatë tensionume, nëse i thirrim njerëzit, nuk ka garancë që nuk do të ketë dhunë, nuk do të ketë. Dhe ne jemi të interesuar me i dhënë shans një zgjidhje, si më thon, në situatë paqësore. Kjo është ajo, tjetra sigurisht që na i presim atë vendim, edhe për neve është shumë i rëndësishëm ai vendim. Po është i rëndësishëm për Kosovën, mas pari për legalitetin e shpalljes pavarësisë Kosovës. Nëse lexojmë vendimin e GND-s për Kosovën, është thonë që shpallja e pavarësisë nuk ka shkel drejta ndërkombëtare, sepse nuk është kryer, themelimi i shtetit Kosovës nuk është kryer përmes kryerjes krimeve kundër njerëzimit, kundër drejtave ndërkombëtare humanitare. Nëse do të konstatoj fajësia në Hag, që unë jam i bindur që nuk do të ndodh, po do të ishte një goditje ndaj shtetësisë të Kosovës, kështu që do ta presim gjithë në atë këndvështrim dhe ne nuk e dim, masi ata të janë lirë, ata do ta vendosin vetë
aktivitetin e Po vetë kështu në politik. kontekstin e situatës në Kosovë, si me thonë, fakti tonë kombëtar, për juve 16 shtatori është një ditë e madhe për Kosovën, apo? Është dita më e rëndësishme mas shkollës pavarësisë Kosovës. Unë mendoj që 3 data janë të rëndësishme për historinë e re të Kosovës. Është çlirimi i Kosovës në 99, 12 qershori, 17 shkurti, edhe është 16 shtatori për historinë e Kosovës. Nuk po flas këtu për fatin individual vetëm të atyre, se dhe ajo është një çështje e madhe. Njerëz që në 6 vjet në paraburgim, jo në burg, në paraburgim. Është kundrejt çdo standardi, ndoshta do të flasim në një herë tjetër për këtë. Unë po du me najtë pak, para se me kry që të lloj teme të kuvendi. Për zoti Kurti po thotë që do me zgjedh president konsensual këtë rast me LDK-n, edhe zoti Koni sa sot foli tha se do të kemi emra. Tash ju kam dëgjuar juve, ju keni folur për anarki, ju keni folur për autokraci, në kuptimin që zoti Kurti e ka bë tentativën autokratike, ka bë një farë kapërcimi autokratik, tash edhe do me bë edhe konsolidimin e plot autokratik me presidentin. Tash nuk e di cili pushtet i ka met pa e kopë, gjykata kushtetuese dhe prokuroria speciale. Tash, a do ta zgjedh sipas juve zoti Kurti një president vetin ose konsensual me LDK-n, apo përfundimisht ju e shihni që po shkojmë zgjedhje, që thatë ju më herët që nuk duhet me lënë me shkruaj zgjedhje. Edhe pse po shkojmë zgjedhje nëse shkojmë? Unë mendoj që Kurti ka mundësi me zgjedh president. Jam i bindur që ka mundësi, por është në dilemë madhe për shkak të shumicës të vogël që ka në kuvend. Një qeveri me 61-62 i doket që mund të rrezohet lehtë. Edhe zgjedhja e presidentit do t'ja histe një mjet blokade. Sigurisht e ka këtë frikë. Në anën tjetër, ai nuk operon si me bashkëpunëtor, ai operon me, siç është thonë, ai ka armiqë ose vegla. Nuk sheh bashkëpunëtor. Me LDK-n ju e dini kanë dialogu kohë gjatë për me zgjedh një zgjidhje për qeveri, s'kan gjetë, tash kanë ardhur një president konsensual. Unë jam i bindur që Kurti do ta zvarres më shumë shoqgjasa që të na dërgojnë zgjedhje sa të bëj zgjidhje. Ky abnormalitet për gjithë neve, për Kurtin është gjëja më normale, sepse ndërkohë po vazhdon me përdor paran publike, me shpërdoru çdo funksion, edhe pa mbikëqyrje parlamentare, pas një gjatë tjetër. Tash çka ka ndodhur që një parti si na jemi deklaruar që do të jemi në opozitë. Nuk ka pozicion më pisnik politik se me thonë s'du pushtet. Kur jemi deklaruar na çka ka bëu ky vendin ku bëjmë na opozitë, ku vendin nuk kam shel. Ky po thot unë as opozitë nuk ju lën. Kjo efektivisht i bën që unë juve as opozitë nuk ju lën. E ky është tejkalim i një kufiri që prek dinitetin tonë, prandaj na kemi me reaguar dhe kemi me gjetë çdo mënyrë për me rikthy demokracinë në Kosovë. Ne sot jemi në një vend ku është përmbys demokracia. Politika, nëse më i këtë fjali, politika zhvillon aktivitetin e vetë në kornizat që ja cakton kushtetuta. Edhe kur i thirr mbledhjet, edhe kur i bën marrëveshjet, ka afate kushtetuese. Nuk mësh me thonë, unë kom vullnet me dialogun ja 6 muaj, nëse Kurti dialogon 2 muaj, unë po pyes pse s'dialogon 4 vjet për shembull. Veç kur thatë më interesoi diçka, kur thatë se Kurti mundet me zgjedh një president. Po më intereson, a është një informacioni që ju e dini se LDK-ja do t'i qëndrojnë në soll, apo është veç kështu vështrim politik? Qyre, unë do t'isha jo korrekt me thonë kom informacion se nuk kom informacion t'il. LDK-ja në parti në vete edhe nuk kom. Une, perceptimi jam, analiza jam është që Kurti ka mundësi me zgjedhë një president. Mund t'i gjej numrat për një president konsensual. Ju keni pa ka disa kërkesa cilat nëse pranor nuk do t'ishin kurfar dami për Kosovën, përkundrazi do t'ishin të mira. Po ai nuk e sheh në këtë moment që duhet me zgjedhë një president, për shkak të shumicës të vogël që e ka. Ata çka ka vendosur që edhe vendin ku bëjmë na opozitë me mbyll kuvendin e Kosovës. Këto nuk do të ne nuk e lejojmë sigurisht, edhe nëse një opozit voton njeriu e pushtetit për president, ajo mbetet veç opozitë formale. Moralisht e humb pozicionin e vet. Ne nuk kemi të interesuar me veç opozitë formale, prandaj jemi tërheq për një procesi që ka qenë i simulum, i dizajnum për me qenë në dështim, sikurse herën e kaluar. Ne edhe herën e kaluar kemi qenë të parë që jemi tërheq për dialogut për president. Janë bën një vit e gjysmë, domethënë që gjendja që jemi kështu pending, jemi në varr limbo, në një varr kokë. Është argumentuar edhe gjithsesi që është marrëveshja e orit, ajo që zoti Kurti po ik. Tash mund kujtohet me këshill të përgjithshëm të vetëvendosjes, ai para këtë antarëve atje thotë, është arritja më e lartë në politikën tonë të jashtme. Marrëveshja e orit. Tash ç'është bëhet që arritja më e madhe në politikën e jashtme është një diçka që ky i ikë, edhe a ka arsye pse më i ikë asaj në vështrimin e ju?
për mu, si jurist, marrëveshja e Brukselit edhe aneksiorit që ka bu Kurti në marrëveshja më e keqe që Kosova ka nënshkruar me Serbinë. Edhe Kurti e din këtë. Po e argumentoj pse shkurt. Kurti ka pas veç një hall marrëveshjet me Serbinë. Mos mu përmend fjala asociacion. Fjala asociacion i ka vënë mos mu përmend për publikun. Dhe këtë ja ka arrit. Nëse lexoni aneksin e urit, kërkun s'përmendet marrëveshja për asociacionin, fjala asociacion, po është një formulim diplomatik, pikën 10, thuhet palët merren në vesh që gjitha marrëveshjet deri sot me mesin obligative. Të gjitha marrëveshjet është dhe marrëveshja për asociacion. Po kjo është një, që më thonë, një eufemizëm, formulim diplomatik në RTK i pa dalë që me ka akomodu. asociacion. E ka thonë ato, po. Pro Kurti e ka noterizu 2013 dhe 2015, apo? Jo, unë menoj që ka qu matuti, e ka thonë Pas të autonomi. meninin të shtot. E ka thonë autonomi. Aneksi i urit jep autonomi, vetë menaxhimi është autonomi. Edhe unë pyetëm diçka. Ai është lloji më i fortë i autonomisë në Evropë. Dhe më lëni të veç 2-3 argumente. Pse është lloji më i fortë i autonomisë? Sepse statuti i propozuar për asociacionin parashikon që kur organet e asociacionit edhe organet qendrore kanë ndeshje për kompetencat, rasti nuk shkon në gjykatë kushtetuese për mu zgjidh, por shkon te një arbitrazh që themelohet në Bruksel. Që do të thotë që asociacioni dhe Kosova janë palë barabarta dhe janë të vendosura në vijë horizontale të pushtetit. Okej? Paralel. Horizontale. Vertikale do të ishte më nënshtruar asociacioni i Kosovës. Këtë në vijë horizontale. E para, e dyta, pra, draftin e asociacionit e keni të shkruar. E keni elektroserverin. E keni pasaportat speciale. Elementet e autonomisë janë në teren, vetëm vynë ju vendos një kopertur juridike që është asociacioni dhe mu themelu autonomia. Kjo do të ishte arbër autonomi më e fortë sa ajo që kemi pas në 74-ën me kushtetutën e 74-ës. Se me kushtetutën e 74-ës, kur një vendim i krajines autonome socialiste së Turqisë nuk i ka pëlqy Federatës Jugoslave, ka mujt me ta prish. Sot, Amit mrenda, mrena organe këtu ka pas raport vertikal, për sa të përdora fjalën vertikal. Federata, krajina autonome. Këtu e ke, asociacioni Kosova në vijë horizontale dhe do të më shku te një organ që është për publikun. Kurti me Bashkimin Evropian në tavolinë me voçiçën në marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, pra janë marrë vesh, përveç se me zbatu gjitha marrëveshjet e mëparshme, me shtu edhe në një shtatë që është vetë menaxhim, që ju po thoni që në një kontest juridik ndërmjet asociacionit dhe Kosovës, çështja shkon trajtohet jashtë Kosovës. Që është shtesë nga marrëveshjet e mëparshme s'ka qenë asnjëherë. Shtesë është ajo, shtesë është lloji i kompetencave, Okej. Të në llojet e kompetencave i ka asociacioni. Në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë, në mjedes, mu financu prej Serbisë. Pse sipas juve e bëri Kurti këtë marrëveshje? Për një arsye, që pyetëm, unë jam i bindur për këtë dhe shpresoj kemi një intervistë me fol veç për këtë temë, me i marrë dokumentet me po. Për një arsye, Kurti ka vënë me hjek fjalën asociacion. Me thonë s'ka asociacion. Dhe nëse lexon marrëveshjen e Ohrit, por kur zbatohet, se veç pa obligimet ndërkombëtare kanë me mbet edhe Besin, po Kurtit nuk e çon kokën për ato. Për Kosovën apo mbesin obligimet. Për Kosovën patjetër se nuk janë marrëveshjet Kurtit, janë marrëveshjet kryeministit të Kosovës këtu. Kur mesin para 20 vite, 10 vite, ajo çmon zajednica, kjo vetë menaxhimi ka me qenë i prekshëm, ka me ndodhur. Ju kanë me ta. Ka menduar që ka me ndodhur. Ka me ta çka ka ndodhur për 6 vjet. Ju ka eskivu kësaj. është përdor fakti që s'ka vëmendje ndërkombëtare te ne për me ik çdo lloj aranzhmoni ndërkombëtar. Po në fund kur të kryhet ky teatri me veri me të gjitha, por veç si fjali më thon, kur të kryhet ky teatr e zer krejt me veriun, kur të mbaron kjo, asnjë zyrtar ndërkombëtar s'ka më orë me vet Samirin Ilan Ulman. As son Belsira keni shita nena në veri. As so kafe ndal atje. As so fotografi keni bon. Kanë me thonë, zotëri, zonë, kushon pushtet, a muni qëtë marrëveshje që keni nënshkru, me zbatu. Dhe Serbia, prandaj, Serbia nuk bën më probleme në veri, se e ka marrë ato që ka deshte, ka marrë autonomin me letra. Për shembull, për këtë demonizimin e madh, domethënë zajednicë serbisht, është thonë shkoj konotacioni që Serbia dhe kanë shkoj fare ambiguiteti konstruktiv në asociacion ata zajednicë, ky e mriu çto vetë menaxhimi i duhur për komunitetin serb dhe kur e pesh zotin Kurti të nuk është e komuna, është e komunitet. Një farë zbutje semantike. Pa e komunitet jeton do komuna, se janë komuna me shumë serb. Se përfaqësohet. Edhe për u patbomër, domethënë ta spin doktorat tonë në televizion e patanis me bëu edhe të mirë. Edhe drafti ka ardhur sa mas Bonskës, ai 2-3 javë mas Bonskës ka ardhur në tetor.
Më thonë, qysh, ju e përmenat edhe këto që ky po e don me nal vëmendjen ndërkombëtare. Ky vesh po duket që po e nal vëmendjen ndërkombëtare për mi ik kërkesës që saj kur na i lexojmë komunikatat e BE-s, sa ne më pa te kalushëm që thonë, është asociacion. Po, por ju dini që ka domethënë politika e jashtme europiane dhe amerikane nuk është në alamet dihet ku shpenzohet sot potenciali. Është Ukraina, është lindja e mesme. Edhe Kosova sot shihet vetëm si çështje sigurie. Në politikën e jashtme evropiane dhe amerikane, Kosova çështje vetëm sigurie. Nëse Kosova nuk krijon destabilitet, nuk ka problem dhe nuk ka vëmendje të tillë çfarë ka pas dikur. Edhe kurdi sigurisht e shfrytëzon këto për me marrë çdo lloj tregimi, por arsyeja e marrëveshjes historike është me ik fjalës asociacion. Është krejt lojë semantike, por në një ditë kemi me u përgjigj për obligimet ndërkombëtare që ka marrë Kurdi, edhe duhet me hap debat këtë çështje. Unë e di që për këto 2-3 vite kemi pas pak debat për këtë temë. Unë jam përpjek, po pas kohë, po mendoj që du ta krijojmë një kontekst ku flasim pak më gjatë, se çdo herë po flasim ka 2-3 minuta apo kalojmë tutje. Unë jam përpjek me shpjeguar, edhe kom shkruar për këtë temë edhe e di që muna me shpjeguar konkretisht me parë njerëzit, po propaganda e madhe, si çdo popullist tjetër në Evropë, e bën me mbulu të vërtetën, sepse e vërteta, veç të ta them, e vërteta gjithmonë është më hidhur, më shëmtuar se gënjeshtra. Gënjeshtrën kur ta thot mundet me zbukuru. Gënjeshtra e bukur, mosh me sa ju ç'dush. Edhe ajo shitet më lehtë në treg. E vërteta gjithmonë dhem pak më shumë. Diku ju ka dok edhe shpallja pavarësisë me të kushzuar për 2 vjet, mbi këshuën e 2 vjet ju ka dok pak, po sot jemi me pavarësi të plot. Edhe si pyetje të fundit, para të fundit. Okej, unë të fundit, mund kujtohet ish kryetari i partisë ju, zoti Memri Krasni, që po thon marrëveshja e Brukselit edhe Urit, edhe ky drafti çështë nuk ka shqiptar që e pranon. Kështu më kujtohet, fjalë për fjalë ka pas thonë kështu. Kur të vije puna, nëse Kosova si shtrëngohet ecja para ose çfarë do me këtë marrëveshje. Kushtzohet. Cili ka qenë shndrimi i PDK-s në raport me këtë dokument? Me dal prej këtij obligimi që ka marrë Kurti, mund na veç një mënyrë. Nëse ne e rivendosim partneritetin që kemi pas me Amerikën. Na nuk kemi shku kur në dialog pa qenë Amerika në krah tonë, gjithmonë. Nëse e rivendosim këtë partneritet, e ne sot e dim cilën jemi, se me Serbinë e ka nis dialogun strategjik, me neve ka ndalë dialogun strategjik SBA-ja. Nëse e rivendosim dialogun ton strategjik, e rivendosim raportin e ngushtë që kemi pas me Amerikën, ne mund dalim nga këto obligime të këqija që ka marrë. Zoti Kurti, amerikanët i ka pas atë Derek Chollet dhe Gabriel Escobarin të kyçën këtë proces, edhe ata kanë proç kësaj marrëveshje. Domethënë edhe ata janë amerikanë në rast. Ata sigurisht që janë Amerika, po kjo çështja që ka pas Kurti nuk e bën Amerikën me të ndihmuar në dialog. Ne e dim deklaratat e Kurtit për sekretarin Blinken, që e qunë naiv. Mos kujtoni që këtu nuk qarkullojnë në Departamentin e Shtetit edhe në ambasadën këtu. Edhe nuk kanë pasoja këtu. Tashti na e kemi po ambasadën amerikane duke reaguar disa herë me komunikata kundër politikave të Kurtit. Për shembull, kemi po të thonë që gazi amerikan në kusht është interes strategjik amerikan. Interes strategjik amerikan, fjala strategjik ka qenë në komunikat. Po Kurti ka dalë prapë kundër. Këtu kam pasoja, nuk mendoj që Amerika ka marrë në herë me i bo invazion Kosovës. Po. Veç edhe diçka për punën e kësaj qeverie në veri edhe për marrëveshjen e Brukselit dhe të Uhrit. A është mëri me u shpjegu prej opozitës, si me thonë, në terma nashta ma teknik, se tereni është i rëndësishëm. Na nuk mundna me mohu që tereni është i rëndësishëm, po a është mëri me u shpjegu fakti se në fakt shtetet, subjektet, e rregullojnë terenin për vete ose fitojnë teren, sepse bën më të fortë në negociata. Dhe në negociata ju shkon fjolla më shumë sepse kanë teren. Po kur kjo bëhet prapa, kur njëherë nënshkruhet marrëveshja, njëherë pranohet marrëveshja e Brukselit edhe Uhrit, pastaj shkohet në teren, a kam rritë që më shpjegu për opozitës që është bë prej Kurtit, Simon është bë krejt mbrapa, por njëherë e ka mri atë që është më e rëndësishme, që është marrëveshja, që është obligim ndërkombëtar dhe pastaj ka shku në teren. Unë e pranoj një fakt, që Albin Kurti ka arrit me shit tregimin për veriun si një çlirim dhe si një triumf. Unë e pranoj që efekti i propagandës të Kurtit ka qenë i tillë që ka arrit me bind shumicën e njerëzve. Ndërkaq e vërteta... Ndërkohë ka pranuar vetë menaxhimin. Po, ndërkohë ka pranuar marrëveshjen më të keqe, ndërkohë që e vërteta është krejt e kundërt. Këtu
Kurti na ka mujt opozitën me propagandë, edhe ka mujt keq shoqërinë kosovare. Mendoj unë ka mujt. Po vjen pak mirë që po e pranoj një paketë që ka ndodhur. Unë e pranoj, por propaganda nuk qëndron gjithmonë. Edhe propaganda të mon një ku, dikur njerëzit kanë kurreshtë me ditë vërtetën. Kur të vim te e vërteta, dhe kjo është një ka marrë shpejt te e vërteta, kemi me kuptuar që kjo është marrëveshja më e keqe që ka nënshkruar Kosova. Në një moment kemi me ardhur. Kena një tema më e nxehtë, na lënë në një orë. Okej. Për me të përmbyllur me kezat të fundit. Për shembull, gjatë kohës së koalicionit PDK-LDK është bërë marrëveshja për parimin. Edhe aty e ke pas stipuluar që kjo ka më shkuar në gjykatë kushtetuese. Domethënë, edhe këto e mrin e nënshkruan Sa Mustafa. Ky e ka arbitrazhin, ky se çon hezë gjykatë kushtetuese, kjo shkon ty tash e vërteta e kurtit e mirë, e vërteta e kurtit e mirë në të dy anët. Pse ndodh që kjo për shkak? Si e vërteta e kurtit e mirë në dy anët? Për vërteta e kurtit për publikun, onaj 2015 do të Isa ka bërë tradhti kombëtare për shkak. Tradhti kombëtare me pas me Është efekti i propagandës. Është efekti i propagandës, domethënë, jo që për marrë një rast. Për çka është hedh gaz LCL të Kuvendit Kosovës? Për demarkacionin, për një vendim gjykatës kushtetuese për demarkacionin dhe për asociacionin. Për demarkacionin Kurti ka nënshkrim, për manastirin e Deçanit, po dhe për demarkacionin, për manastirin e Deçanit ka vendim gjykatës kushtetuese, të cilin me gojë Albin Kurti e ka ekzekutuar në mbledhjet e qeverisë dhe e ka dhënë pronat manastirit e Deçanit, për demarkacionin se ka thonë asnjë fjalë. Edhe nuk e ka mbri efektin më antarësuar Këshillit të Evropës. Po, edhe e ka nolë antarësimin Këshillit të Evropës. Shihoni, vendimin e gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, për mja dhonë tokat manastirit e Deçanit, ka ekzekutuar Albin Kurti me gojën e vet, e ka thonë mbledhjet e qeverisë. Për demarkacion se ka thonë asnjë fjalë, për asociacion ka arrit me shit tregimin e rrajshëm, për dy tjerat mendoj që është zhvesh komplet. Nështë është faji jonë që si na shku pak për shembull kufi me malin e zi me thonë çfarë po ndodh këtu, që si na shku pak te tokat e manastirit të Deçanit me thonë çfarë po ndodh këtu. Po ka qenë po kthejmë te çajo ndërgjegja që me bëni fare politike korrekte ndaj shtetit, nështë as na kalon. Sot do të më shku njerëzit me thonë ku është toka manastirit të Deçanit? Ku ka kufini me malin e zi? Po ka dhe plot tema tjera, për shembull një manga tragjike, me vetë Avni Deharin, ai ke lyp në herë llogari para se Deharin Albin Kurtit. 60 vjet në pushtet, se përmenin më hiç. Zgjedhë për vjetor ta pja kujtojnë më ajo. E kanë atë për vjetorën e vetëvendosjes. Një kontradiktë është aparente. Ti ki klauzul për rishikim kushtetues edhe je tradhtar kombëtar, ky ka arbitrazh edhe është patriot. Fuqia propagandës trajshme. Okej, sigurisht tema e marrëveshjes së Brukselit e aneksit turit meriton një debat në vete për shkak se nuk janë veç këtu dy nene, ka edhe nene tjera dhe duhet të diskutojmë gjitha këtu, mirë po kjo zhurma politike ditore nuk po na lejon, edhe neve nuk na lejon minutazha më shumë me zgjat intervistën, kështu që zoti Gruda, ju faleminderit shumë. Faleminderit Albert Xhezair, kënaqësi ke biseda, faleminderit shumë. Faleminderit. Deri javën e ardhshme, mirëmbëjtje.